30 punimet më të fundit në pikturë të bashkëshortëve artist, Gjeneta dhe Agim Kadidari, janë ekspozuar në galerinë Wilson Kilica në Fier. Punimet e tyre janë peizazhe nga natyra shqiptare, në titullin Oksigjen, ngjyra dhe dritë. Unë oksigjenin e kam vlerësu, jo vetëm si është interesant për shnetin tonë kur dalim në natyrë, por oksigjeni artistik është ajo elementi kryesor i frymëzues nga natyra, sepse edhe mjeshtrit e mëdhej thonë që natyra është një libër i madh ku gjejmë fjalët kryesore në të. Një peizazh nga Apolonia, kisha njohur e Shënmërisë, është puna më e fundit e Gjenetës, e fiksuar në telajo. Ka dhe piktura që janë më sensibël në vendin e duhur. Për shembull, piktura që kam mrapa me Apollonin është një nga pikturat që më kujton shumë gjëra që kam kaluar në Apollonin. Të pikturuara në ajër, në dritën e dashurisë për natyrën dhe pasionin e artistëve, punimet janë të ekspozuara për gjatë 10 ditëve si një mundësi e komunikimit me ardashësit fjerak dhe nxënësit e shkollave të mesme, veçanërisht ata të arteve në liceun Jakov Xhoxha.